Nureddin Dumani ka dalë sërish sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sot ai ka pasur përplasje me të arrestuarin Enver Diva, të cilin e ka përmendur si bashkëpunëtor në shumë krime. Dumani dha detaje mbi vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis, por teksa fliste edhe për Festim Qoljen, zbuloi se këtij të fundit i kishte shprehur gëzimin që kishte përjetuar kur kishte marrë vesh lajmin e vrasjes së komisarit Dritan Lamaj. Henrik Hoxhaj e kam takuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019. Në ato kohë Festim Qoli ishte në kërkim për vrasjen e Elvis Dedës. Në takimin mes meje dhe Henrik Hoxhës në Tiranë, tek Hotel Diplomat, kemi bërë muhabet për atentatin që do të ndodhte. Pas kësaj shkuam tek një dyqan pas Tajvanit, ku shiteshin telefonat inkriptuar. I dhash 5.000 euro Enrikut për një telefon të tillë. Më tha, do vish, do të jap 95.000 euro për vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës. Personi tjetër që do të përfshihej ishte Elio Bitri. E kisha vënë në dieni Enrikun për këtë. Elio si premtova 35.000 euro për pjesëmarrje në vrasje. Festim Qoli më kishte folur për të kur dola nga burgu për herë të parë ose herën e dytë, nuk e mbaj mend saktësisht. Unë isha arrestuar për vjedhjen e 2 makinave në Tiranë. Kur dola nga burgu, i thash Festimit për një shef policie të komisariatit numër 6, i cili më kishte goditur disa herë kur isha arrestuar. Më pas mora vesh që ai ishte vrar. I thash Festimit, mirë që u vra Dritan Lamaj se më hyri në hakot. Pas kësaj dëshmie, Enver Diva u ngriti i irrituar dhe deklaroi se disponon prova që Dumani ka bashkëpunuar me drejtsinë për të futur në burg miqtë e Taloçelës. Kam 120 minuta regjistrim për Nureddin Dumanin. E kam të regjistruar që Nureddin Dumani do fuste në burg gjithë shokët e Taloçelës. E kam me prova që gjyqtar dhe deputet kanë ardhur dhe takuar Nureddin Dumanin.